Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe jetoj në fshat. Jeta ime ka qenë gjithmonë e lidhur me punën dhe familjen. Nuk kam pasur luksin të mendoj shumë për veten, për dëshirat apo për qejfet. Çdo ditë ka një ritëm të njëjtë, zgjohem erët, përgatis mëngjesin, kujdesem për shtëpinë dhe pastaj nisem për në tokë. Toka është pjesa më e madhe e jetës time. Aty kam kaluar vite të tëra. Aty kam menduar, jam lodhur, jam qetësuar. Ka ditë që më duket si i vetmi vend ku marr frym lirisht. Jetoj me motrën time, burrin e saj dhe fëmijët në një shtëpi. Nuk është e lehtë të ndash çdo gjë me të tjerët, hapësirën, kohën dhe qetësinë. Por jemi familje dhe kështu ka qenë gjithmonë. Motra ime është një grua shumë e mirë, e lodhur si unë, e përkushtuar ndaj fëmijëve dhe shtëpisë, shpesh nuk ka kohë të shoh përtej përditshmërisë së saj. Edhe unë deri vonë nuk shija më shumë se aq, deri kur gjërat filluan të ndryshojnë. Në fillim gjithçka dukej shumë normale. Burri i motrës vinte her pas here në tokë për të më ndihmuar. Nuk ishte diçka e pazakontë. Në fshat të ndihmosh njëri tjetrin është normale. Po vitë të jap një dorë, më thoshte, dhe unë e pranoja. Punonim krah për krah, pa shumë fjalë, ndonjëherë me biseda të zakonshme për jetën. Në ato momente nuk ishte asgjë të çuditshme, asgjë që të më bënte të dyshoja. Por pastaj gjërat filluan të ndryshojnë, shumë gradualisht. Fillimisht ai nisi të vinte më shpesh, jo vetëm kur kishte ndonjë punë të madhe, por edhe kur nuk ishte fare e nevojshme. E vura re këtë gjë, por nuk i dha shumë rëndësi. Mendova që thjesht donte të ishte i dobishëm. Pastaj filluan fjalët. Të lodh shumë kjo punë, duhet të kujdesesh për veten, je më e fortë se shumica e grave. Në fillim i mora si komplimente të zakonshme. Nuk kishte asgjë të keqe në dukje, por mënyra si i thoshte kishte diçka ndryshe. Një tonë që nuk e kisha dëgjuar më parë prej tij, një mënyrë shikimi që zgjaste më shumë. Fillova të ndjej një lloj shqetësimi që nuk e kuptoja mirë në atë kohë, por vazhdova ta injoroj. Nuk doja ta besoja që po shkonte në atë drejtim. Një ditë ndërsa po punonim në një pjesë më të largët të tokës, ishte shumë qetë. Nuk ishte askënd tjetër përreth, vetëm ne dhe zhurma e lehtë e erës. Ai u afrua për të më ndihmuar me një punë që mund ta bëja edhe vetë. U afrua shumë, më shumë se ç'duhej. Dhe për një moment mbeti aty. Ti nuk e di se sa vlen, më tha papritur. Unë dala e pash, zëri i tij nuk ishte më si më parë. Nuk ishte më një fjali e rastësishme. Ishte shumë e drejtë për drejtë dhe e rëndë. Mos fol kështu, i thash. Ai buzëqeshje sikur po bënte shaka. Pse? Po them një të vërtetë. Por për mua nuk ishte as pak shaka. Në atë moment kuptova qartë që kufiri ishte kaluar. Dhe ajo që më rëndonte më shumë ishte fakti që ai ishte burri i motrës time. Atë ditë u ktheva në shtëpi ndryshe. E heshtur, e menduar, nuk i thash asgjë motrës, sepse nuk dija si t'i thoja. Si ta nisja një bisedë të tillë? Çfarë do të ndodhte më pas? A do të më besonte mua apo do mendonte që unë po e egzageroja? A do prishej marrëdhënia jon? Këto pyetje më mbajtën zgjuar atë natë. Dhe jo vetëm atë natë. Ditët që pasuan ishin të tmerrshme. Ai vazhdoi të vinte dhe vazhdoi të sillej në të njëjtën mënyrë. Jo gjithmonë me fjalë të drejtë për drejta, por me nën kuptime, me shikime, me afrime që nuk ishin të nevojshme. Fillova të ndryshoj mënyrën si punoja. Dilja në orare të ndryshme, mundohesha të mos isha vetëm në tokë. Por nuk ishte gjithmonë e mundur. Kjo është jeta në fshat në fund të ditës, nuk mund të shmangësh njerëzit. Një ditë tjetër, ndërsa po punoja, ai erdhi përsëri. Këtë herë nuk u mundua të fshesh shumë. Pse po më shmang, më pyeti troç. Nuk ju përgjigja me një herë, sepse nuk më pëlqen mënyra si po sillesh. Ja ktheva. Ai u afrua akoma më shumë.
unë po të tregoj atë që po ndjej. Në atë moment ndjeva një përzierje emocionesh, zemërim, frikë dhe një lloj zhgënjimi që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Ndaloj, thash me një ton të prerë. Kjo nuk është në rregull. Ti je kunati im, burri i motrës time. Këtë herë nuk buzëqeshi. U bë serioz. Ndoshta për herë të parë e kuptoi që nuk ishte vend për lojë. Pas asaj dite, gjërat ndryshuan kompletësisht. Ai nuk erdhi për disa ditë në tokë. Në shtëpi ishte më i heshtur, më i ftohtë, dhe unë ndjeva një lloj lehtësimi. Por jo plotësisht, sepse ajo që kishte ndodhur nuk mund të zhdukej si me magji. Mbeti aty si një peshë e rëndë, si një kujtesë që jo çdo gjë është ashtu siç duket. Sot e kësaj dite ende jetoj në të njëjtin shtëpi me ta. Situata është ende shumë kaotike. Ka shumë siklet dhe tension mes nesh. Ende punoj në të njëjtën tokë. Por, një gjë është shumë e rëndësishme. Brëndësia ime ka ndryshuar. Jam shumë herë më e kujdesshme. Kur burri motrës time vjen në tokë për të më ndihmuar, nuk pranoj më ndihmë nga ai. Vura motrën time para atij, dhe kjo është logjike. Çdo njeri do ta bënte në vendin tim. Jam shumë e fortë në vendosjen e kufive sepse kam kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Nëse nuk flet kur duhet, gjëra do të shkojnë më larg, dhe kur ti do të duash të flasësh, nuk do të kesh më mundësi. Ndonjëherë mbrojtja e vetes nuk është zgjedhje, është një domosdoshmëri. Edhe kur është e vështirë, edhe kur rrezikon të prish qetësinë, në fund të ditës duhet të jetë një e vërtet e vështirë sesa një heshtje që të gërryen çdo ditë. Ajo ka qenë një leksion i madh për jetën time, për mua. Deri në atë moshë nuk e kisha përjetuar kurrë atë ngërç. Edhe pse nuk i tregova motrës time asgjë për këtë, përsëri jam e lumtur që vendosa kufi, e largova burrin e motrës dhe tashmë jetojmë në harmoni.